بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër besimtar, pasi që neve e kemi sfiguar jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para muajit mubarak Ramazanit dhe e kemi përfunduar librin e jetës së tij, sot me lejen e Zotit do fillojmë shpjegimin e një libri të ri, e cili libër ka të bëjë me veprat e zemrës së besimtarit, apo punët e mbrëmshme të zemrës së njeriut. Për arsye se punët e zemrës ose veprat e zemrës janë çështje të rëndësishme për besimtarin dhe muslimanin. Në qoftë se rregullohen të punë që ne i kemi të mbrëmshme, rregullohet i tërë trupi jonë dhe tërë gjymtyrët e tona. Për arsye se zemra të cilën neve e posedojmë është motori apo komandanti i trupit. Komandanti ose generali i trupit të njeriut është zemra. Dhe gjymtyrët e njeriut janë ushtarët e këtij komandanti. Çdo urdhër që mirret nga zemra jonë, ajo vrehet në gjymtyrët tona. Çdo gjë që mirret vendimin prej zemrës tonë, ajo ka mu vrejt në punët tona të jashtme, pra në gjymtyrat tona. Për këtë arsye dhe ulema e Islamit e quajnë komandanti kryesor i njeriu dhe i trupit të njeriu është zemra e njeriu, ndërsa gjymtyrët janë ushtarët e tij. Pra urdhrat i presin nga komandanti. Për këtë arsye ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çdo mëngjes që lind dielli, organet tjera të trupit komunikojnë me zemrën dhe i thojnë: arrin në rrugën e drejtë. Sepse nëse ti rrin në rrugën e drejtë, edhe ne jemi në rrugën e drejtë. Nëse ti lajthit, edhe ne lajthitemi. Prandaj do i gjatë shumë derseve që i kem përpara me lejen e Zotit, çdo ders para xhumas, ashtu siç e kem zakon 25 minutë para xhumas, do i shpjegojmë veprat e zemrës së mbrëmshme në mënyrë që ta rregullojmë, të dashur vëllezër besimtar, brendësinë tonë, e kur rregullohet brendësia jonë, rregullohet i tërë trupi jonë. Në gjuhën arabe zemra ka shumë emra. Gjithnjë jem të fol jo në aspektin mjekësor, po në aspektin shpirtëror. Në aspektin mjekësor, mjeku merret me kardiologu merret me punën e zemrës. Ndërsa dini Zotit, feja merret me punët e mbrëmshme, motorin kryesor të njeriu, me imanin, me besimin. Në gjuhën arabe zemra ka shumë emra. Në aspektin gjuhësor i ka dy domethënie. Pse quhet qalb? Qalb quhet në gjuhën arabe. Gjuha arabe është aq e pasur dashur vëllezër me fjalë, saqë i ka mbi 12 milion fjalë. Çdo emër që lihet në gjuhën arabe e ka rrënjën e fjalës që lidhet ngushtë me emrin e saj. E ka rrënjën e fjalës. Pse quhet? Për shembull, në gjuhën arabe trenit si thonë tren, që është gjuhë ndërkombëtare. Në gjuhë ndërkombëtare tren, domethënë train, i ki në çdo të botë trajnit. Gjuhën arabe ka emrin e vet, i thonë qitar. Pse qitar? Sepse ju kanë thonë deveve të cilat lidhen një mas njëri, 100, 200, 300 karavanit që shkon të. Kompjuteri e ka emrin e vet ndërkombëtar. Ne në gjuhën shqipe nuk kemi emrin kompjuterit në gjuhën shqipe. As trenit, as telefonit. Gjuha arabe i ka krejt vetat. Kur nuk pranon fjalë të huaja mbrana. Kompjuterit i thonë hasub. Hesab me bëha. Llogari. Hesab është
Hasibu yuhasibun gjuna arabe, që të ne kemi bëha hesab me llogari. Edhe të çështja e zemrës, që neve kemi si temë, i ka emrat e vet që lidhet ngushtë me domethënien e saj. Quhet qalb, pse? Sepse thot khalisu shay wa sharifu. Quhet me këtë emër qalb për arsye se arabët qalbi thojnë diçka që është e sinqert, e pastër, më e pastra e diçkafit. I thojnë qalb. Edhe sherif që ka emrat e na, i thojnë diçka që është i nalt, i ngritur, i respektuar. Për këtë edhe e quajnë zemrën në aspektin gjuhësor qalb. Sepse këto e ka domethënien e fjalës. Domethënia tjetër në gjuhën arabe e zemrës që quhet qalb është raddu shay'in ala shay, min jihatin ila jiha, rrotllimi i diçkafit. Me rrotlluni diçka, herë me një anë, herë në anën tjetër, si sanën që e rrotllojmë kur motor, herë në anën tjetër, quhet qalb për arsye se zemra e njeriut rrotullohet mbrana ditës shumë herë. Jo në aspektin më rrotullu, po për shkak të mendimeve që i kemi në zemër, për shkak të ideve që na vijnë, për shkak të besimit që e kemi, rrotullohet çdo ditë, ka mendime, ka ide, ka lëvizje, e cila ndodh në zemrën e njeriut. Për këtë arsye edhe gjuna arabe quhet qalb, sepse ju qallib, rrotullohet. Domethënia e parë është quajtur zemra e diçka e pastër dhe e sinqert për arsye se nuk ka në trup njeriu gjësen që është më i sinqert, më i pastër se sa zemra e njeriu. Nuk ka. Nuk ka diçka që është më sinqert, më e pastër se sa zemra e njeriu. Për këtë edhe është quajtur gjëja më e pastër e njeriu quhet qalb. Domethënia e dytë është quajtur qalb që rrotullohet për arsye se ka shumë rrotullime mbrana ditës, siç tha më herët. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua te Allah, thonë ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. E ka lutur Allah me këtë dua çdo ditë. Ka thonë, o ti që i rrotullon zemrat, forco ma zemrën time në fen tonë, sepse rrotullohet zemra çdo ditë. Çdo ditë rrotullohet, prandaj duhet me lutë Allahun që ma i forcu zemrën rrugën e drejtë. Për këtë arsye, kur rregullohet motori i njeriu, rregullohet i tërë trupi i tij. Rregullohet i tërë trupi i tij. Transmetohet në hadith nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, një prej sahabëve të Rasulullah, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inma sumiya al-qalbu min taqallubihi. Do të shquajtur qalb zemër për arsye se rrotullohet shumë. Edhe ka thonë shembulli i saj inma mathalu qalbi kamathali rishatin bil falat. Shembulli i zemrës është sikur se shembulli i një pendle e cila është në ajër. Ta'allaqat fi asli shajaratin. Edhe pastaj thot është ngjit në një pemë, duke e bardh frymën ngjit me një pemë. Taqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Tuqallibuha, e rrotllon thot era në pemë, herë në anën e majt, herë në anën e djathtë, herë në bark, herë në shpinë. Për këtë edhe është quajtur zemër. Për arsye se besimtari duhet me ditë zemrën e tij ka anon. Çka ka bindjen ta? Punë të zemrës ne me i rregullu. Në mënyrë që të rregullohen pastaj gjymtyrët tona. Nuk mjafton në Islam vetëm pamja e jashtme. Po ajo e brendshme është kryesorja. E brendshme është kryesorja. Pejgamberi Zotit thot në hadith tjetër, mathalu qalbi al-mu'min, mathal qalbu al-mu'min, shembulli i zemrës së besimtarit, mathalu al-usfur, është sikur se shembulli i zogut. Yataqallabu kullu yawm kadha wa kadha marra. Rrotullohet mbrana ditës shumë herë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si zogu i cili rrotullohet gjatë fluturimit të tij. Për këtë arsye, besimtari duhet me pas kujdes në rregullimin e saj. Pra emri i parë quhet qalb. Emri i dytë quhet fuad. Ka fuad shumë emra të na, fuad.
Zemra në gjuhën arabe ka prej emra Fuad. Pse Fuad? Li kathrat tafaudihi. Tash më herët gjuha arabe ka të gjitha emrat kthehet në rrënjën e saj. Për shkak se mrena ditës paraqitet para shumë rreziqeve zemra e njeriu. Mrena ditës paraqitet para shumë rreziqeve të shumta dhe quhet Fuad. Për këtë Allah azza wa jalla thot inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah shuf Fuad edhe qalb në Kur'anin famlart. Thot Allahu inna as-sam'a wal basar, me të vërtetë thot. Dëgjimi, shikimi, wal fuad edhe zemra, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Krejt do të mirën në pyetjen ditën e gjykimit. Quhet Fuad për arsye se paraqiten rreziqe të ndryshme, i paraqiten mendime ndryshme, ide të ndryshme zemrës. Njeriu, nëse dëshiron mos më ndëgju, i vënë gishtat vesh, edhe s'ndëgjon. Nëse dëshiron mos më pa, i mshel dy syt, edhe nuk sheh. Ama a ka mundësi me jam mshel syt zemrës mos më menu? Sa dush msheli vesh, msheli syt, bir me fjet, shtin e kryt në restak, mendimet e tua zhvillohen. Zemra s'len rahat. Zhvillohen mendimet, zhvillohen idetë, zhvillohen gjërat, për këtë edhe quhet Fuad. E për këtë arsye dashur vëllezër, neve në këtë libër me lejen e Zotit, do mundohemi të sqarojmë veprat e zemrës që janë, e që nëse rregullohet i tërë trupi. Nëse rregullohet i tërë trupi dhe gjitha gjymtyrët e njeriu. Nëse këto prishet zemra e njeriu, prishet i tërë trupi i tij, jo në aspektin tash më herët, jo në aspektin mjetësor. Sepse njeri mund me kanë shumë i bukur, shumë me kravat me kanë, ma zemra e ka të preshta i zyt. Në aspektin fetar, në aspektin shpirtëror. Për këtë dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadith ku thot ala wa inna fil jasadi mudghah, thot në trupin e njeriu është një copë mishi. Idha salaha al jasadu kullu, nëse rregullohet i tërë trupi. Wa idha fasada al jasadu kullu, nëse prishet i tërë trupi. Ala wa hiya al qalb, kjo është zemra e njeriu. Kjo është zemra e njeriu. Pra shikoni se si quhet në aspektin gjuhësor në gjuhën arabe, ndërsa në terminologjinë sheriatike, zemra është pjesa e mishit e cila gjendet në gjoksin e njeriu, që Allahu xhalla wa ala e ka vendosur në mënyrë që njeriu të mendojë, të meditojë, të besojë me të. Të besojë me zemrën të cilën ai ka vendosur Zoti xhalla xhalaluhu në gjoksin tonë. Për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam argument që gjitha çështjet që rregullohen dhe gjitha çështjet që vendosen në trupin e njeriu, prej mendimeve, prej ideve, prej besimit janë në zemër, është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku Xhibrili alayhi salam ka ardhur Resulullah ka qenë në moshën 4 vjeçare, ja ka çarë gjoksin dhe ja ka nxjerr zemrën jashtë, Xhibrili alayhi salam. Dhe ja ka hek pjesën në të cilën mundet me ndiku shejtanin te. Ja ka pastru në zemzem, ja ka mbush me dritën e imanit dhe ja ka kthy prap në trupin e tij. Që tregon që gjitha gjërat që ndodhin tek njeriu janë në zemrën e tij, janë në zemrën e tij dhe askund tjetër. Udhëzimi, devijimi i njeriu krejt janë në zemër. Udhëzimi në rrugën e drejtë është në zemër. Devijimi nga rruga e drejtë është në zemër. Pastaj del në gjymtyr, sepse thamë në fillim, zemra është generali i trupit, gjymtyrët e trupit janë ushtarët e tij. Gjymtyrët e trupit janë ushtarët e tij dhe askush tjetër. Dashur vëllezër, kur përmendet zemra në Kur'an e ka për qëllim mendjen. E ka për qëllim mendjen e njeriu. Sepse Allah azza wa jalla thot inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Në këtë Kur'an, në këtë din, në këtë fe, në këto çështje që i sqaron dini i Zotit, dhikra është për kujtim. Për kujtim, për kanë o Zot, liman kana lahu qalb, për ato që ka zemër. Për ato që ka zemër të shëndosh.
Kur përmendet emri Allah të zogjel, ja lën shaj. Kur përmendet hadithi Resulullah, ja lën gjurmë në zemrën e tij. Kur përmendet urdhri i Allahut, e merr, ndalesa e tij ndalohet. Limen kana lahu qalb, për ato që ka zemër të qëndosh. Sepse motori i trupit të njeriu është zemra e tij. Esenca e mendjes është në zemër, jo në trup. Esenca e mendjes është në zemrën e njeriu dhe jo në mendjen e tij. Për këtë arsye, Islami këtë e ka shpjeguar qysh që njeriu mendon me zemër dhe jo me tru. Mendon me zemër dhe jo me tru, jo me mendje. Zemra është ajo që ja dërgon sinjalet trunit. Sepse, dashur vëllezër, shumë ajete argumentojnë që Allah Azza wa Jall thot, fa innaha la ta'mal absar. Kur njeriu largohet nga rruga e drejtë të Zotit, la ta'mal absar. Nuk i kanë çorruar atyre sytë e tyre. Për shka, walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Po ju kanë çorruar zemrat e tyre që i kanë në gjoksat e tyre. Dhe është shumë interesant. Islami këtë ka ditë moti, bazë të ajeteve të Kur'anit. Shkenca moderne, a e dini kur e ka zbuluar që njeriu mendon me zemër dhe jo me tru? Në dhjetor të vitit 2024. Në dhjetor të vitit 2024. Dhe më thonë, para sa për vjen, 5 muaj. Para 5 muaj, një studim nga instituti Karolinska në Suedi, me 4 dhjetor, dhe të ka zbuluar që zemra ka një mini tru, zemra njeriut, e ka një mini tru në mend dhe ka pavarësinë për të marrë vendime. Dhe më thonë, 14 shekuj Islami e ka shpjeguar që njeriu mendon me zemër, që njeriu i merr vendimet me zemër, që njeriu besimin e ka në zemër, që imanin e ka në zemër, mosbesimin e ka në zemër, dërsa të tjerët e kanë zbuluar çak, domethënë në shekullin 21, që shkoi çereku i shekullit 21, vitin 2024, që zemra e pas ka një mini tru, i cili i merr vendimet është i pavarur nga truni i njeriu. Pastaj i jep direktivat trunit të njeriu për me vepru. Për këtë arsye, dashur vëllezër, Allah Azza wa Jalla thot: "E falam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha." Allah Azza wa Jalla thot sunen Hajj. A nuk udhtojnë thot njerëzit në tokë. Fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha, që të kenë zemra me të cilat mendojnë. Allah thot në Kur'an, që të kenë zemra me të cilat mendojnë ata. Me të cilat mendojnë njeriu. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith të gjatë, kur ju thot sahabëve të tij, la tahasadu, mos e keni zili njëri tjetrin e hased, dhe mos wala tanajashu, dhe mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, wala tabaghadu, edhe mos e urrejeni njëri tjetrin, wala tadabaru, mos ja ktheni shpinën dhe mos e mashtroni njëri tjetrin. Pastaj wala bay'u ba'dukum ala bay'i ba'd, edhe mos e mashtroni njëri tjetrin në tregti. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jeni vëllezër, jenë në mesveti për hir të Zotit. El muslimu akhu el muslim, muslimani është vllai i muslimanit. La yadhlimuhu, nuk i bën padrejtësi. Wala yakhdhuluhu, edhe nuk e poshtron atë. Wala yahqiruhu, dhe nuk e nënçmon atë. Et taqwa ha huna. Thot, devotshmëria është ha huna, dhe bën me isharet, bën me dorë ka zemra e tij. Devotshmëria është këtu në zemër. Devotshmëria e njeriu është në zemër, jo në pamjen e jashtë. Jo në pamjen e jashtë, është në zemrën e tij. Kur rregullohet zemra e njeriu, rregullohet i tërë trupi i tij. Kur prishet zemra e njeriu, prishet i tërë trupi i tij, të dashur vëllezër besimtar. Për këtë arsye, neve me lenin e Zotit, në këtë libër që sot e filluam, që janë veprat e zemrës, do sfjegojmë për veprat që i kemë në zemër në mënyrë që ta rregullojmë veten tonë, ta rregullojmë motorin kryesor të trupit tonë, i cili motor në qoftë se rregullohet i tërë trupi, qoftë se prishet i tërë trupi, edhe pse pamja jashtë është e bukur. Badi hava në që kjerën jashtë, vëllai dashur, karoseria nuk bën dobi si motorës ti i bllokum. Nuk shkon ai.
Gjuhën e thjesht, polirate sa dush, lyje plakin sa dush, kamuflaje sa dush, motori ka shku, edhe zemra njeriu. Në qoftë se nuk rregullohet brendësia jonë, e jashtëmja jonë sa dush dhe duket e jashtme. Për këtë arsye kem cek disa herë në xhamin tonë. Po jashtë që tema e lidh temën te Luqman el-Hakimi alayhi salam. Luqmani alayhi salam ka qenë njeriu më i urtë që ka njoftur historia e njerëzimit. Ku Allah azza wa jall e cek në Kur'anin famlar një sure komplet, një kapitull me emrin e Luqmanit. Ka qenë çoban i deleve. Dhe i thot pronari i tij, Luqman thot, shko thot, preje një dele edhe bima copën më të mirë të mishit. Prej delen dhe ja qënë zemrën. Pas një kohë, thot Luqman, preje prap një dele edhe thot, shko bima copën më të keqet mishit, që mundet me pas delja. Ja qënë prap zemrën. Pronari çuditet ato Luqman, thot, herën e parë, thash që copën më të mirë të mishit, thonë tash me ngu këta që miren me meshajt, i gjanaj mishin të britet, a gjanaj bifteken, a i kupedione, aja ka që zemrën, me qëllim që me i dhonë ders pronarit. Të të herën e parë, thash mishin më të mirë, më prune zemrën. Herën e dytë, mishin më të keq, më prune zemrën. Ta po, sepse në qofë se rregullohet kjo, nuk ka pjesë më të mirë në trupin, as të dele sa të njeriu. Qofë se rregullohet. S'ka pjesë më të mirë të trupit të njeriu. Në qofë se prishet, nuk ka gjë më të ligë se sa zemra. Këtë arsye, ku njeriu vepron vepra të liga, problemin e ka në zemrën e tij, jo në trupin e tij. Problemi është në zemër. S'mundet me inal epshet, s'mundet me inal haramet, s'mundet me inal shikimin, s'mundet me inal dëgjimin, s'mundet me inal dorën, s'mundet me inal kamën. Ku o problemi? Është motori ka defekte. Motori ka defekte. E si rregullohet? Rregullohet me iman, me besim, me lexim të librit të Zotit. Duke i shpjeguna me lejen e Zotit në dersit e radhës punët e zemrës, veprat e zemrës. E kur është e mirë zemra, punon vepra të mira, nuk i bën zullum askujt, e fal namazin, e xheron Ramazanin, e këshyr punët e veta, këshyr rrethin e tij të ngushtë, mundohet me bë përmirësime në tokë, mundohet me përmirësu veten e tij, evlatët e tij, shoqërinë e tij, vendin e tij, punon për mirëqenien dhe të mirën e vendit. Kjo aludon që zemra e tij është në rregull. Zemra e tij është në rregull dhe dëshiron që edhe të tjerët t'i rregullojë. Prandaj vëllezër, më zemrën mu me marrë vesh kollajse në cilën të aborjem. Sa herë që anojmë ka e liga, dije që ka fillu defektin motor, do të me bë servisim. Do të me bë servisim. Do të më kthyt e Zotit me pendim. Servisimi i zemrës është devotshmëria, leximi i librit të Zotit, takvaja, pendimi prej gjunave. E nëse ne vazhdojmë pa pendim, pa vepra të mira, atëre kjo aludon që ne nuk jem të udhashtë me rregullu zemrën dhe jem duke e lënë në livall pa kërpesh. Pa kërpesh. Sigur se shejtani që e kish bë një njeri shok, tha edhe e çoj tha, thuhet, nuk dihet a është hadith apo është e therr apo fjalë gojdhën, është që lidhet me temën. E çoj tha te shpella e tij dhe pishet do litarën, një i vogël, një i madh, një halo më i madh, një. Tha çka janë këta? Këta janë tha mi ngrej njerëzit ka vepra të këqija. Me ta tha i ngrej njerëzit ka vepra të këqija. Sa më i fort njëri në iman, litari duhet me qenë më i fortë se s'une afroj ka veti. E tha jemi ku është? Ja tha ty ta kom je ke. Ty tha ta kom je ke tha. Ty të kumbo me veti. Domethënë, kur zemra njeriut prishet nat mos, i heket kërpeshi mos zena i ku është. Për këtë arsye, ne me lejen e Zotit do i mësojmë veprat e zemrës në mënyrë që ta rregullojmë motorin e brendshëm ton. Kur rregullohet motori, pastaj nuk ka më rëndësi sa vjet i ke, se është i fuqishëm dhe e vazhdon pastaj rrugtimin drejt Zotit, ashtu siç është më së miri duke lutur Allahun azza wa jall që të na falë neve dhe juve, të përmirësoj zemrat tona, na bëj prej atyre besimtarëve që Allah është i kënaqur me ne, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.